Dhe arsyeja skenari I dytë që mund të ndodhi është ai mund të vdes për në një sëmundje, sepse ka edhe informacione që ai është me të vërtet shumë I sëmur, por duke marrë në konsiderat që duke parë nivelin e mjekësisë nuk duhet të mbështetemi te ky skenar, por ne është e vështirë të luftosh me një person që është I përkushtuar që të jetë president deri në vdekje, të mos ta lëshojë pushtetin dhe të qëndrojë gjatë sa më shumë që të jetë e mundur. Dhe prandaj për ne është shqetësimi kryesor që ne duhet të vëmë sa më shumë presion mbi të që të jetë e mundur, teksa ai është ende në këtë pozitë, sepse ai është duke dëmtuar vendin çdo ditë, por çfarë është më e rëndësishme është që jetët e njerëzve të pafajshëm që po qëndrojnë në përburgje dhe që po vuajnë pa arsye, vetëm sepse patën zërin e tyre në zgjedhjet e 2020-s, kemi shumë raste të shkeljes së të drejtave të njerëzit, shumë raste të dhunimit të drejtave të grave, ku prindrit merren në burg dhe fëmijët çohen në jetimore dhe duke qenë grua vet, edhe mua më kputet shpirti kur I dëgjoj histori të tilla dhe nënat normalisht duhet jenë me fëmijët në një vend të paqët. Situata gjeopolitike në botë po ndryshon pas ardhjes së Donald Trump në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flitet për një rend të ri botëror. Ju vet nga kjo situatë, çfarë ju bën të besoni dhe çfarë ju frikson më së shumti? Unë kam frikën se lufta në Ukrainë do të humbas dhe do të zgjasë për më shumë vite, sepse për mua historikisht bielorusët, rusët, ukrainasit, ne ishim shumë të lidhur me njëri tjetër. Çdo familje në vendin tonë ne kemi antar familjes në Bielorusi, kemi miq në Bielorusi, kemi kolegë jo në Bielorusi por në Ukrainë, kemi familje dhe shoqëri. Dhe po shikojmë që këta njerëz po vdesin pa arsye, sepse duhet të kuptoni që kjo luftë fillua nga Rusia dhe të gjithë ne kemi parë dhe dëshmuar se sa agresive mund të jenë trupat ruse duke vrarë civilët dhe duke shkatruar infrastrukturën. Për mua, frika më e madhe është që bota do të humbasë më shumë kohë, muaj dhe vite dhe për ne si Bielorus ne kuptojmë që kur Ukraina të fitojë, situata do të ndryshojë tërësisht në Bielorusi. Dhe prandaj kjo është frika ime më e madhe që lufta do të zgjasë për muaj të tërë dhe vite të tëra, sepse nuk e shikoj se si mund të vdesin njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë të moshuar dhe unë kam humbur edhe të afërmit e mi në Ukrainë dhe është diçka që më thyen në zemër si një person që kam humbur antar të familjes dhe për mua dua të ndaloj këtë luftë sa më shpejt që të jetë e mundur, pavarësisht se si duhet të ndalet kjo luftë, duhet ndalur dhe kur ndryshimet janë në Ukrainë automatikisht do të vinë në Bielorusi. A mendoni se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrin hapa më radikal sa I takon pushtetit në Bielorusi dhe masave që duhen vendosur? Siç e thash, për mua më e rëndësishmja në këtë pikë e para është që duhet të përfundoj lufta në Ukrainë. Kjo është e para, sepse të gjithë ne e kuptojmë se kjo luftë do të sjellë ndryshime në Bielorusi, shumë e sigurt, padyshim. Dhe që ne nuk duhet të pushtojmë edhe nga rusët, sepse të gjithë ne e kuptojmë që Lukashenko është kukulla e Putinit dhe trupat ruse janë në territorin e Bielorusisë. Toka ruse përdoret për të goditur me raketa territorin Ukrainas dhe unë nuk jam ukrainase, por zemra ime më dhem për Ukrainën dhe për opinionin tim. Liderët e mëdhenj të vendeve të mëdha si Gjermania, Franca, Shtetet Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet të tjera, edhe Shqipëria, dhe ju nuk jeni pjesë e BE-s, por ju jeni europian, jeni pjesë e familjes europiane. Ju lutem të na ndihmoni që të punojmë për përfundimin e kësaj lufte, sepse pasojat e kësaj lufte janë gjithë dhe prekin Bielorusin, rusët, ukrainasit në fillim. Si e mendoni që mund të vinë në ndihmë Shqipëria, duke qenë se përmendet ndihmën që duhet vi nga Tirana zyrtare?
Maybe like even solidarity, because you know, qoftë edhe solidariteti, sepse ka forma të ndryshme të ndihmës, forma të ndryshme të saj që në solidaritetin me Bielorusët, me gratë bieloruse, sepse çfarë po shikojmë dhe në vende të tjera që antarët të parlamenteve dhe presidentët kanë akte të ndryshme solidariteti me Bielorusët, sepse fatkeqësisht Bielorusia nuk është në krye të lajmeve të botës, sepse gjatë gjithë kohës do të lufta në Ukrainë dhe në Izrael, dhe ne jemi në hije tani, dhe nuk duam të qëndrojmë më në hije, duam të ngërëm zërin dhe duam të themi që dhunimi të drejtave të njerëzit po ndodh në Bielorusi, dhe thjesht vetëm duke qenë solidar me ne, thjesht vetëm duke qenë si një kumbar për të burgosurit politik, për të vënë presion, edhe në qoftë ndihmë për letrat presioni që mund të çojmë Lukashenko apo qoftë Rusisë, por çlirimin e të burgosëve politik, dhe ne mund t'ju ndihmoni, por ndoshta ju mund keni ide të tjera se si mund na ndihmoni, se mund të ndihmoni familjet me fëmijët që janë detyruar të lihen jashtë vendit, sepse ka shumë gra që duhet ta linin vendin me fëmijë të vegjël, pa dokumente, pa punë, pa para, dhe ka shumë mënyra se si mund të na mbështesni, por ju lutem, mund të vini sa më shumë presion mbi regjimin bielorus dhe të kërkoni çlirimin e të burgosëve politik, sepse gjithë duhet të mbani mend që këta njerëz janë të pafajshëm dhe nuk kanë kryer asnjë krim për të qëndruar pas hekurave apo për të dënuar me 10, 12 apo 15 vite burg. A shikoni rrezik për Ballkanin në rast se nuk frenohet qoftë Putin, qoftë Lukashenko dhe qeverisit e tyre? Well, actually, what we see in Europe, what's happening Ne çfarë po shohim në Europë dhe në luftën në Ukrainë që ndodh pikërisht në kufi të BE-s dhe në opinionin tim. Në njëra anë ne besojmë se mund ndoshta Shqipëria mund të jetë larg, ku është Ukraina, ku është Bielorusia apo Rusia që mund të jetë larg, por në fakt janë pikërisht në dyert e BE-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe frika jonë më e madhe është nëse Ukraina do të humbiste luftën me Rusinë, siç e mbani mend Presidenti Putin tha që onte Ukrainën brenda 3 ditëve dhe do të pushtonte Kievin. Dhe dështojnë atë, por imagjinoni nëse do të fitonte luftën në Ukrainë dhe vendet balltike do të ishin më pas gati për skenarin dhe luftat do të përhapin në Europë. Dhe ka disa njerëz që kanë frikë që ndoshta ne jemi në fillim të luftës së tretë botërore, prandaj ne duhet të përqendrojmë të gjitha veprimet tona për mënyrën se si mund ta ndalim këtë luftë, sepse nuk e duam një luftë të tretë botërore në Europë. Ne kemi kaluar vetëm një luftë të tillë para 80 vitesh dhe duhet të sigurohemi që nuk duhet të prekim BE-n dhe vendet e tjera si Shqipëria apo Ballkanet, sepse ju e keni luftën tuaj para 35 vitesh dhe për ju lufta mund të ketë përfunduar, ndërsa ne jemi në qendër të luftës së sotme dhe duam të mësojmë edhe nga përvoja juaj, sepse kohët e fundit kam lexuar një libër për luftën në Ballkan dhe më ka bërë përshtypje se si njerëzit kanë luftuar për të ardhmen dhe për çlirimin. Dhe ju keni vënë edhe një shembull dhe për ne si bielorusë, sepse ne duhet të mësojmë nga shembujt më të mirë dhe nuk mund ta them tamam shembujt më të mirë, sepse lufta nuk duhet të ketë pikë shembuj të mirë, por çfarë shikojmë tani në vendet moderne ballkanike, prosperiteti, paqja, se si zhvillohen qytetet është fantastike. Mund ta imagjinoni se sa shumë punë është bërë për të arritur gjithçka. Dhe për ne është një shembull shumë i mirë që ne duhet të lëvizim drejt